Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Messi ngelet pa lek, I prishin vilën luksoze në Ibiza. Lionel Messi po përballet me probleme ligjore për vilën luksoze që ka blerë në Ibiza në vitin 2022. Sipas raportimeve, pjesë e pronës në zonën Cala Darida mund të shëmbet pas akuzave se është ndërtuar pa leje. Rezidenca prej 568 metra katror e kompletuar me një bodrum, ndërtesë ndihmëse, një pishinë, një zonë spa dhe një sallë kinemaje, thuhet se është ndërtuar në tokë bujqësore komunale që nuk është e përshtatshme për zhvillim të mëtejshëm. Pronari më parshëm, një biznesmen zvicerian, kishte paraqitur një kërkesë për të shndërruar një pjesë të garazhit në dhoma, por bashkia e San Giuseppe nuk e miratoi kurrë lejen përfundimtare të ndërtimit dhe as nuk lëshoi një certifikat të përshtatshme për banim. Sipas autoriteteve lokale, certifikata mund të jepet vetëm nëse pjesët që nuk përfshihen në lejen origjinale prishen. Lionel Messi, nëpërmjet kompanisë së pasurive të paluajshme Edificio Roster dhe kompanisë së tij, të përfaqësuar nga vëllai I tij Rodrigo, ka nisur tashmë kontaktet për të zgjidhur çështjen dhe për të legalizuar pronën. Vila u vu përsëri në shinjestër vitin e kaluar, kur aktivistët e lëvizjes mjedisore Vegetal e lyen fasadën me të kuqe dhe të zezë, duke e denoncuar atë si një ndërtim të palishëm dhe duke cituar të dhëna nga një raport I Oxfam mbi emërtimet e të pasurve. Rezidenca është një vend pushimi preferuar për yllin Argjentinas, pas pushimeve që ai kaloi në Ibiza me ish shokët e ekipit si Luis Suarez dhe Fabregas.